Mirë, kthehemi në studio dhe në këtë pjesë do të flasim për sportin, do të diskutojmë një lidhje drejt për drejt me kampionin e Europës në boks në federatën WBO, Nelson Hysa. Nelson, shumë faleminderit që gjetë kohën. Kënaqësi të bisedojmë. Faleminderit për ju, kënaqësi gjithashtu me bisedu. Urime dhe për fitoren dhe rimarrjen e titullit. Shumë faleminderit, më fal për kushtet e vështira, po na lova me bisedu. Shumë faleminderit për ftesën. Pa problem, Nelson, kënaqësi të bisedojmë. Ruan një rekord 23-0, si ishte përballja e fundit? Po, në fakt ishte përballje e vështirë. Kisha përballë një sfidant nga Gjermania, po ashtu ai kishim të dy me 22 fitore, edhe boksieri që kisha përballë, edhe unë kishim 22 fitore. Pas një pune fortë të madhe, shumë gjatë, 8 javësh, ai kam servitor të përqendruar për sa i takon pjesës teknike dhe anës fizike. Arrita me fitu neshjen në round 2 me knockout. Faleminderit Zotit, shkoi çdo gjë ashtu siç e kishim përgatitur dhe ashtu siç e kishim punuar në këtë neshje. Nelson, pate një postim përshëndetës edhe nga kryeministri Rama. Ke marrë ndonjë mesazh urimi prej tij? Jo, në fakt unë jam i lumtur që i pa ata mbështetjen e një mesazh urimi nga kryeministri Rama. Se me të rajtë kohë që nuk e priqa një mesazh urimi, se përdesa jam i vetmi shqiptar që në boks ka titullin e kampionit e Europës. Falenderoj rastin me falenderoj kryeministrin për mbështetjen që ka shprehë. Dhe ftoj që tjetë edhe më afër boksit. Nelson, ndërkohë, mediat kanë shkruar që kundërshtari i radhës mund të jetë Moses Itauma, një 19 vjeçar, me një rekord pozitiv dhe ai jo me kaq fitore sa ty me gjysmën, por gjithashtu Moses Itauma, unë në fakt mbas neshjes se pash që ishte ringside, pra ishte aty afër në ring. Edhe më thanë që po të shikon, dhe më thanë po studion në shqituja, edhe i bon aftesë vetë biles. Ajo është numri 1 në federatën WBO, ku unë po ashtu e kampion e Europe, edhe i bon aftesë promotorit ndeshjeve më të mëdha të peshave të rëndë në botë, peshave heavyweight. I thash që unë kam dëshirë që kemi ndeshje me numër 1 të botës, përderisa unë jam numri 9 momentalisht. I kam bërë sfidë, shpresoj që ta pranoj sfidën. Gjasat janë pozitive apo jo? Është djalë 20 vjeç, shumë boksier i mirë, është ndër talentet që pritet me kenë kampion i arshëm i botës, po thash po shku më bë kampion bote, le ta rrojmë ne herë, pastaj shkojmë aty. Mosha e tij do të jetë avantazh apo do të jetë një përsëritje medalist me George Foreman? Në peshat e rënda nuk ka kur avantazh mosha e re. Peshat e rënda dojnë eksperiencë. Pesha po heavyweight dihet që boksierët shkojnë deri në mosh shumë të madhe. Kështu që nuk e besoj se pesha ti është, se mosha ti është avantazh, unë besoj që mosha eme është avantazh kundrejt atij, nuk ka eksperiencën teme, është shumë boksier i mirë, vlerëson gjithë bota, ka të vetë numër 1 i botës, por unë kam shumë dëshirë që kemi përballje me te, bashkë me stafin e kena studiu, edhe paka shumë e dina mënyrën e boksit që i ka, edhe besojmë që na përshtatet mënyrës boksit tonë. Nelson, zakonisht boksi është i rrallë në, po themi, përballjet që zhvillon me kundërshtar, pra kërkon një fazë përgatitore, ti sa përfundove një ndeshje, sa mund të jetë e nevojshme që të pushosh dhe të rinisësh trajningun përpara një përballje me të, gjithmonë nëse do të gjenden termat. Them vërtetën, pyetja jote është shumë e saktë. Unë momentalisht jam shumë busy. Për sa i përket ndeshjeve, më duhet me bë vetëm, kam marrë vetëm 2 ditë pushim nga stafi jam, dhe nga kryetëtrajneri, dhe më duhet më kthy shumë shpejt stërvitje për një kamp jo të plotë stërvitor për 6 javësh,
ku besoj më 6 javësh do kemi një neshje edhe shumë më të madhe se neshje që pata, me një kundërshtar shumë më të mirë se kundërshtari që pata, edhe për një titull shumë më të madh se titulli kampionit të Europës që mbaj. Shpresoj që marrëveshja do finalizohet këto 2 ditë. Kjo është dita parë e pushimit tim, nesër është dita 2, edhe mbarojmë pushimet. Nelson, ndërkohë, se i takon rekordit, bën përshtypje tek mediat e huaja që kanë shkruar që ke 21 fitore me nokaut nga 23. Është një përqindje e lartë dhe të cilësojnë si një goditës të ashpër. Unë qenë fillimet e mia të sportit boksit, shumicën e neshjeve edhe në boksin amator, i kam pas neshjet me nokaut, më karakterizon forca goditëse, përveç asaj momentalisht po punojmë shumë për lëvizjet me këmbë, punojmë shumë kam po përgatitem me një trajner kubanez, i cili po merret përkatësisht me anën psikologjike të temën, po ashtu me anën atletike, është marrë gjithmonë profesor Taulas Tërmasi, kështu që besoj që kam një ndër timet më të mira, jo vetëm në Shqipëri, po besoj edhe në Europë. Timin e kam shumë të mirë, besoj që jam baraz me gjithë njerëzit me gjithë boksierët heavyweight që janë në Europë. Taulanti e ka zakon me nxjerr kampion në Europë, apo jo? Ja ka marrë dorën. Profesor Taulanti është, me të them vërtetën, është person i veçantë, person që njeh sportin, që don sportin, edhe ndihmon gjithmonë sportista. Unë jemi vlerësuar që i punoj me profesor Taulantin. Ndihma ti ka qenë shumë e madhe për sa i përket karrierës time. Dhe unë jam gjithmonë falënderues profesorit. Nelson, për boksin në Shqipëri, mund bëhet diçka më tepër? Ka goxha talente dhe përgjithsisht boksi është sporti më i paguar në botë. Në Shqipëri besoj ka nevojë për më shumë investim. Më pak i paguar në Shqipëri, më i paguar në botë. Me thënë për sportin e boksit në Shqipëri ka shumë më bë. Unë jam këtu për të folur për neshjen time, nuk du me dalë me bëj intervista. Me thënë, por them vërtetën kam shumë rezerva për sa i përket gjitha strukturave sportive në Shqipëri. Unë sa gëzoj titullin e kampionit të Europës, nuk e kam sot, e kam marrë para një pothuajse 11 muajve, 11 korrik, e kam marrë titullin për herë të parë kampionit të Europës, dhe deri sot që po flasim, që janë përpjekjet e para që fillojnë me na ndihmu, edhe shpresoj që do jetë një rrugë, që do hapim një rrugë për gjithë të djemë, sepse Shqipëria ka me të vërtet djemë talentum me sportin e boksit. Ashtu si që ka në gjitha sportet individuale. Ku po shqivet se po merren vetëm aty marrin medalje, sportet individuale, munje, boks, peshngritje, sportet e rana janë këto kanë për medalje në Shqipëri. Ndërkohë, Nelson, se i takon përballjes së mundshme, mos e si Tauma, mund të sjell një, po themi, vëmendje edhe më të madhe, një duel i tillë? Po, të bësh me numrin 1 të botës normalisht që sjell vëmendje të madhe. Unë tash më tregu modest, momentalisht kam vëmendjen e plot të gjithë promotorëve të botës. Promotorit më të madh në botë për peshat heavyweight, i cili është Frank Warren, i cili ka vëmendjen e plot. Unë duhet me u. Jo, vetëm patëm një shkëputje, nëse mund ta përsëritësh edhe një herë që nga po themi promotori që the. Po, kam një ftesë për do udhtoj për në Londër. Kam një takim me promotorin numër 1 të botës për peshat e heavyweight, Frank Warren, i cili më ka ftuar që shkoj të bisedojmë për një ndeshje shumë të madhe, edhe për një titull shumë të madh, që shpresoj që t'jem besim. Ne kam dëshirë në mosesin, të them vërtetën. E kam shumë me dëshirë me që të përballen me mua. Që të rekord, po atje të marrim ndeshje edhe se nuk ka kohë që po të rritem.
Nelson, ti konkuron në WBO me federatat e tjera, si funksionon? Mund të konkurosh dhe për tituj të tjerë? Po, neshin e ardhshme e kam në 2 federata, unë të thënë vërtetën jam 2 federatat më kryesore të botës, federatën më të vjetër që është WBA, ku jam numri 9 në botë, dhe federatën WBO, që janë 2 federatat më të mëdha dhe të para të botës, jam numri 11 dhe kampion e Europës. Ndeshën tjetër do e kem për 2 tituj. Titull tjetër të federatat tjetër, po ashtu shumë prestigjioze. Ke mundësi, domethënë, kur 2 federata bashkëpunojnë, mundesh me marrë edhe 2 tituj. Në varet se për çfarë bëhet fjalë. Nelson, të falenderoj shumë që ishe me ne, shumë kënaqësi të diskutonim, edhe shumë suksese në vijim, do të ftojmë edhe herë tjera, pasi të kesh fituar edhe këtë duelje të rëndësishme. Për interviste, shpresojmë që sonte të fitojë Shqipëria, e kemi të gjithuar. Sot vëmendja tek futbolli, por duhet japim vëmendje dhe sporteve të forcës, siç the ti. Patjetër. Do mi besosh me vonë kur ti shikosh se çfarë djemsh kampiona po rrit Shqipëria në boks. Le të urojmë për më të mirën. Nelson, faleminderit edhe një herë, e kënaqësi të diskutonin. Mirë, ishim me Nelson Hysën, boksier, kampion e Europe në WBO, folëm edhe për sfidat që do të ketë në vijim, natyrisht na bën krenar çdo sukses si një atleti shqiptar, sidomos në këto përmasa. Këtu kemi rritur ndërkohë në fund të programit. Unë ju falenderoj shumë që qëndruat me ne për këtë transmetim gati 3 orësh. Bashkë do të ritakohemi ditën e nesërme. Deri atëherë qëndroni në Top News për lajmet dhe zhvillimet e fundit. Bashkë, mirupafshim.